Rritja e pagës minimale është një premtim që çdo parti politike e bën pjesë të programit elektoral në çdo fushatë zgjedhore. Edhe këtë herë, dy partitë kryesore premtojnë se do të rrisin me ligj pagën minimale në 500 euro në janar të vitit 2026. Aktualisht, paga dysheme është e pandryshuar në 40.000 lekë bruto nga viti 2023. Por pse partitë politike kanë pjesë të premtimeve të përsëritura? Është efekti i populizmit, është dëshira për të marrë vota dhe duke pasur parasysh që paga minimale përfshin një shtresë shumë të gjerë të popullsisë, patjetër që ashtu siç merrem me pensionet, merrem edhe me pagën minimale. Pra them, efekti elektoral 1 dhe populizmi 2 janë arsyet që në çdo moment paga minimale preket dhe interesante është që ne prekim paga minimale dhe atëherë kur kemi zgjedhjet pushtetit lokal që nuk ka lidhje fare, partitë politike e premtojnë. Pavarësisht se ne mendojmë që ka një nivel ose një standard jetese, pjesa më e madhe janë me minimumin jetik. Dhe nisur nga kjo normalisht që sfida ose dalja me pjesën që unë do rris pagën minimale bën që shumë beta që janë në zonën gri të kthehen dhe të pranojnë dhe të votojnë për atë pjesë që do t'i rrisi pagën minimale. Rritja e pagës me detyrim nga qeveria është një kosto më shumë për biznesin. Për ekspertët, pagat rritën bazuar në produktivitet, ndërsa në tregun vendas janë rritur vetëm me ligj. Por kush përfiton më shumë nga një vendimarrje e tillë? Paga minimale efektin e ka vetëm tek biznesi formal, sepse biznesi informal, ai i cili vazhdon në paligjshmëri të kryej aktivitet, nuk ndikohet nga kjo dhe vazhdon punon normalisht, ndërkohë që biznesi formal dëmtohet deri në një farë mënyrë sepse kur ti ja vendos me urdhër dhe me një lloj detyrimi paga minimale, ai mund mos ketë mundësi ta përballojë ose do detyrohet të hyjë në kostot. Këto duhet të jenë në bazë të një trendi, në bazë të një formule të kontrolluar dhe një plani që ka bërë qeveria për sa i përket të ardhurave, pasi në momenti që ne vendosim pagën minimale, kanë rritje normalisht edhe sigurimet dhe gjitha që rëndojnë mbi xhepin e biznesit privat. Prej disa vitesh tregu është në presionin e rritjes së pagave për shkak të mungesës së punëtorëve. Paralelisht me këtë fenomen, evazioni në tregun e punës mbetet ende i lartë, ndërsa aplikimi i taksave mbi punën janë një tjetër element që po ndikojnë negativisht në formalizimin e tregut të pagave.